Përshëndetje miq të Partizani Channel, rikthehemi pa me të drejtë për drejta nga arena e Demëve. Nis me sulm të shpejt, shënkolli shikoni mundësia për shënuar fatmirësisht dalja mejshme e Hoxhës. Çfarë mundësie për miq që vinë brenda dhuroj të jap diçka nga njohurit e tij. Bardi, krosimi i mirë për Elqenin, krosimi edhe goditja shkon në rrjet, shënon Partizani. Nga krosimi në detaj i Bardit, asistimi i Elez Elqenin dhe goditja e Prebibajt, Ilirnik Prebibaj, 1-0, shënon skuadra kuqe, është mbyllur minuta 4 dhe ka nisur e 5, nisi me mjaft mirë. Hasa shikon zonën. Ideja mjaft e mirë, pozicioni është i rregull, topi në zonë, Buçka me të parën, kishte mundësi për të stopuar këtë skem, është goditja që shkon jashtë kuadratit. Krosime i mirë për Buçkën, asistimi që për paksa nuk shkakton autogol. Krosimi drejt zonës e Paluca, një goditje që fatmirësisht edhe një herë është i gatshëm Ilir Hoxha. Duhet më shumë shpejtësi, më shumë dinamik, pasi tashmë vendoset skuadra e Shënkollit që shikoni çfarë goli pëson Simoni, ka shënuar Hasa, i cili feston në këtë mënyrë. Noel Hasa, 2-0, vjen dhe goli i dytë. Mos lijuar psimin dhe goli i tretë. Krosimi drejt shtytës dytë, goditja dhe jashtë kuadratit, provon Elez Elqeni, kërcen mbi të gjithë, se godit fort. Noel Hasa, autori golit të dytë, dhe ky pas në brendësi, marrja e mirë, me pas goditja që bllokohet në këtë herë nga portieri. Hasa. Marku, mundësia goditës, e tillë është goditja që bllokohet nga portieri Simoni, pra për të vendosur fitoren përfundimtare që do ishte shumë e bukur. Kjo goditje më pas shkon në rrjet, ka shënuar Partizani, ka shënuar Tahiri. E kërkoja dhe golin vjen në momentin aty ku pa mbaruar fjalin, shënon Partizani të tretin. Ka shënuar Tahiri. Goli i tij i parë me fanellën e Partizanit, numri 30, Mateo Tahiri. Takimi i tretë, ka bërë shumë gola, kategorinë e dytë, Hidri. Në të majtë tashmë Gurashi. Gjithmonë Gurashi. Mundësia për provuar diçka. Goditja me njëhershme që shkon në rrjet. 4-0. Shënon Gurashi. Numri 15. Egin Gurashi në golin e parë. Shumë e mirë. Marku. Ego dhe dërgon në rrjet. 5-0. Shënon Armando Marku dhe feston pranë pankinës, dhe këtu mbyllet takimi i javës 12 me fitoren e Partizani, një gol mjaft të bukur shënuar nga Marku, duke vendosur rezultatin total 5-0.